Korça mirëpriti edicionin e tretë të Festivalit të Miqësisë Greko-Shqiptare, një aktivitet që çdo vit afron dy kultura të lidhura ngushtë nga historia, tradita dhe arti. Në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi, kore nga Shqipëria dhe Greqia dhuruan një mbrëmje të veçantë, ku muzika u kthye në një gjuhë të përbashkët komunikimi. Interpretimet korale sollën një repertor të pasur, duke ndërthurur muzikën artistike me atë tradicionale të dy vendeve. Salla e mbushur plot me spektatorë dëshmoi interesin dhe vlerësimin për këtë aktivitet, i cili tashmë është kthyer në një traditë. Sipas koordinatorit të artit, Aleks Suljoti, ky festival mbështetet mbi lidhjet e forta historike dhe kulturore mes dy vendeve. Atë diskutim që kemi lidhje historike dhe është një nga burët e themelit kjo mes Greqisë dhe Shqipërisë. Korça është ai qytet i cili ka pasur gjithmonë horizonte të hapura, çdo kulturë tjetër, sidomos ndaj kulturës qenie greke. Prandaj neve besojmë që është qyteti i vetëm i cili mund të mbajë në zemrën e tij një festival të tillë. Ky festival nuk është vetëm një aktivitet artistik, por edhe një hapësirë bashkëpunimi dhe shkëmbimi kulturor, ku artistë të brezave të ndryshëm ndajnë përvojat dhe pasionin për muzikën. Mësuesja e muzikës nga Greqia, Tita Terzi, e cilëson pjesëmarrjen në këtë festival si një nder dhe kënaqësi të veçantë. Është një nder dhe kënaqësi shumë e madhe që po marr pjesë në këtë festival. Sonte do të prezantoj dy këngë me korin ton. Njëra është nga muzika artistike, me poezinë e Gemistis Solomos, poetit kombëtar të Greqisë, dhe me muzikën e Demetris Lagios. Kënga quhet Galini. E dyta është nga repertori tradicional të shfaqjeve, një kantate zakynthiane e quajtur Alfabeti i dashurisë. Në skenë u interpretuan këngë që pasqyrojnë identitetin dhe shpirtin e dy popujve, duke sjellë motive të përbashkëta të traditës dhe kulturës. Antari i korit Lira, Thoma Çollaku, vlerëson performancën dhe mesazhin e miqësisë që përcjell ky festival. Ishte një performancë shumë e mirë. Është viti i dytë që po marr pjesë. U kënduan 4 këngë shumë të bukura, 2 shqiptare dhe 2 greke. Këto është kultura, është miqësia që kemi neve me popullin grek, që jemi në bashkëkohë sidomos Korça. Kjo u pa atë në performancën e sallës që mbushur plot me spektatorë dhe besoj se shumë mbetën të kënaqur. Një rëndësi e veçantë i u dha edhe përfshirjes së përinjve, të cilët sollën emocion dhe energji në këtë festival. Nxënësja Petrula Kotonika ndan emocionet e saj për këtë përvojë të parë në skenë. Unë jam një nxënëse nga shkolla Omiros dhe jam shumë emocionuar sepse kjo është hera jone e parë që do të performojmë në teatrin Andon Zako Çajupi. Këngët i kemi përgatitur me shumë dashuri dhe mezi presim që të performojmë dhe shpresojmë të japim më të mirën tonë. Këngët që kemi zgjedhur janë Galini dhe Alfabetario të Sagapis, është Alfabeti i dashurisë dhe Galini është një këngë e cila tregon për metaforikisht pasqyron detin, valët e tij dhe dashurinë e njerëzve. Edhe nxënësja Kejda Guri thekson rëndësinë që ka ky aktivitet për të rinjt dhe lidhjen me kulturën greke. Sot do të këndojmë 2 këngë, të cilat janë njëra Galini dhe të Alfabetarit të Sagapis. Këtë e kemi bërë, ky është viti i parë që ne përfshihemi në këtë aktivitet, e kemi marrë shumë me qejf dhe mezi po presim që ta japim, shpresojmë që të kënaqim dhe publikun. Është diçka që ne bëjmë me dëshirë të plotë. Sot do të na shoqëroj dhe mësuesja e muzikës Tita Terzi. Unë jam rritur që e vogël në skenë dhe nuk e kam fare problema, dhe kam për krenaritin që tem në skenë. Jam ngjitur për të aktruar dhe për të kënduar. Për të kënduar është hera e tretë që dal, por për të aktruar kam dalë dhe herë të tjera. Gjuha greke ka qenë një gjuhë që mua më ka pëlqyer që e vogël dhe mësoj këtë gjuhë prej 9 vitesh dhe do vazhdoj që ta ruaj. Festivali i miqësisë greko-shqiptare vijon të jetë një urë e rëndësishme lidhëse mes dy vendeve, duke promovuar dialogun kulturor dhe duke e kthyer Korçën në një pikë takimi për artin dhe traditën.